10 muaj nga premtimi për t'i dhënë Tiranës planin urbanistik, kryebashkiaku Lulzim Basha ka shpallur draftin përpara një paneli ekspertësh, antar të Këshillit Bashkiak intelektual të grupuar në atë që njihet si Iniciativa për Tiranën. Një zhvillim që, si tha kryebashkiaku, sfidoi zërat skeptika, po dashakeq që nuk besuan se ajo çfarë mungonte prej 22 vitesh do të mund të realizohej brenda një periudhe të shkurtër kohore. Një moment historik për vetë temën që trajtojmë sot dhe problematikat që ajo mbart në këtë periudhë kohe, por një moment historik edhe për sfidat dhe problemet me cilat përballet realiteti ynë urban. Vetë takimi për planin urbanistik të Tiranës është përmbyllja e një premtimi të mbajtur. Në shtator të vitit kaluar, kur filluam punën për hartimin e këtij vizioni, premtuam që ajo që ishte neglizhuar dhe jo realizuar për 10 vite, do të realizohej në një kohë rekord për 10 muajsh. Shumë kanë qenë skeptik në këtij premtimi. Shumë kanë qenë edhe paragjykues. Dikush ndoshta edhe jo dashamir me një proces kaq të rëndësishëm apo mosbesues me pretendimin se Tirana e kishte një plan. Por megjithatë, shumica mbështetës dhe të dëshiruar për ta bërë Tiranën me një vizion të qartë zhvillimi urban. Ja ku jemi 10 muaj më pas me një premtim të mbajtur. Zoti Basha u ndalte disa prej elementëve kryesor ku u bazua hartimi i planit. Ai jep fund frymës konfliktuale me njësitë administrative kufitare, duke ofruar një skem partneriteti drejt zhvillimit. Plani ofron një qasje gjithëpërfshirëse, duke qenë kryekëput një produkt i ekspertëve dhe paruar kontributin e posaçëm të qytetarëve. Ai ofron një qasje të re mbi zhvillimin, balancon nevojën për ndërtim me nevojën për hapësira publike dhe orientohet drejt rritjes së cilësisë së jetesës së qytetarëve. Plani në themel ka një filozofi të re pune. Ai synon të adresojë shqetësimet e qytetarëve të Tiranës përkundrejt kaosit urban të viteve që po lëm pas. Të zgjidh konfliktin e edhshëm midis interesit të ngushtë privat dhe interesit publik. Në gjuhën e përditshme qytetarët ankohen për çdo metër gjelbrim që zihet nga betoni, për shkolla që planifikohen të shembën për të ngritur aty pallate. Kjo ka ndodhur për shkak se nuk ka patur asnjëherë në këto vite një plan që të vënë në një balans të drejtë, pranueshëm, të konsultuar dhe të pranuar nevojën për ndërtim me nevojën për hapësirë. Mungesa e planit dhe planifikimit ka thelluar edhe pabarazinë në zhvillim. Jemi dëshmitar të një modeli të dështuar që ka bërë që një pjesë e pronave të fitojnë vlerë përmes një procesi planifikues selektiv dhe një pjesë tjetër të humbas vlerë pikërisht për të njëjtën arsye. Këndvështrimi ynë është që Tiranës nuk i nevojitet një plan në letër, që të ekzistojë formalisht, por një instrument i vërtet për të realizuar investimet e duhura publike, për t'i hapur rrugë kapitalit privat. Tirana moderne dhe europiane nuk është një slogan. Është një formulë për të përmbledhur vlerat themelore në të cilat ne besojmë. Më shumë se sa produkt projektimi, plani urbanistik është planifikim, duke i dhënë zgjidhje një konflikti permanent mes qendrës dhe periferisë. Është punuar duke parashikuar dhe rritjen e popullsisë, duke parë jashtë kontekstit të vijës së verdhë në atë që njihet si Tirana e Madhe. Në themel të iniciativës së re vendosëm që së pari të krijojmë një klimë bashkëpunimi midis Bashkisë Tiranës, komunave dhe bashkive rreth rrotull Tiranës, sepse vetëm përmes kësaj klime ne mund të krijoshim instrumentin e duhur planifikimit. Së dyti, Tirana ka vuajtur shumë gjatë këtyre viteve një lloj ngjeshje të pjesës qendrore, ndërkohë që pjesa periferike ka vajtur drejt një urbanizimi pa fre dhe pa kriter. Ajo çfarë ne po synojmë si princip i planit ton është krijimi i disa poleve zhvillimi në mënyrë që të shërbejnë si katalizator të jetës sociale ekonomike të qytetit. Plani synon t'i vendos fre zhvillimit kaotik. Ai e ndan Tiranën metropol në 600 blloqe dhe atë rajonale në 2000 të tilla. Projektimi është bazuar në çdo blok. Plani parashikon të paktën 3 parqe të reja të gjelbërta periferike, krahas atyre ekzistues të cilët gjithashtu zhvillohen. Ai përcakton nivelin maksimal të ndërtimeve në Tiranë, por dhe nevojën reale për ndërtime bazuar në dëndësinë e popullatës. Në rastin konkret ne kemi të bëjmë me një Tiranë e cila bashkëpunon mirë me Tiranën e Madhe, strukturohet mirë me rrugët, duke marrë parasysh që nuk do të kemi në të ardhmen vetëm 2 rrugë kryesore që vijnë Durrësi-Kavaja, por do të kemi njëkohësisht një rrugë që vjen nga rruga e Arbrit, një rrugë tjetër që vjen nga Veriu dhe njëkohësisht rruga e Elbasanit. Janë rrugë të cilat do ta koncentrojnë Tiranën në strukturën e vetë natyrore që ajo ka. Në një Tiranë të tillë ne njëkohësisht kemi synuar dhe tentojmë që për në efekt të zhdukjes koncentrimit, pat këtë
për qëndrimeve të mëdha që lindin në qendër qytetit, ne kemi nevojë të krijojmë disa zona, disa pole, me një fuqi dinamike të tillë, e cila do të diktohet dhe të përdet nga zhvillimi i brendshëm i tyre, njëkohësisht nga zhvillimi i lagjeve, pra në funksion të lagjeve për rreth, por njëkohësisht që do të jenë të tilla që do të kryen dhe të shumë funksione të vetë qytetit. Krijimi i 5 unazave, krijimi i njëkohësisht të këtyre elementeve radial, siguron mundësinë që të ketë një akses të vazhdueshëm, të përhershëm për zhvillimin dhe gjenerimin e këtyre poleve. Fatkeqësisht duhet thënë që iniciativat e më përparshme planifikuese nuk kanë dhënë kurrë një përgjigje të saktë se çfarë mban të ndërtojë Tirana. Për ne ishte esenciale që ta nisnim nga projekcioni i popullatës edhe për të kuptuar sa në realitet ka nevojë që të ndërtohet në qytetin e Tiranës dhe për kë po ndërtojmë në qytetin e Tiranës. Pas prezantimit të gjetjeve kryesore mbi planin, ekspertë të fushës u ndalën në vlerësimin strategjik të ndikimit të tij në mjedis, ku u theksua se plani duhet të parashikojë rritjen dhe zhvillimin pa imponuar stres mjedisor. Bazuar në plan, çdo rrugë e re që do të ngrihet në Tiranë do të ketë korsi të dedikuar edhe për biçikleta. Gjithashtu ekspertët u ndalën dhe në mundësitë reale që krijon plani për zhvillim ekonomik. Por ky vizion i Bashkisë së Tiranës, që i përgjigjet interesit për zhvillim të paktën 1.5 milion banorëve, sot 850.000, do t'i nështrohet një procesi të gjerë konsultimi qytetar në të 11 mini bashkit. Vullën përfundimtare mbi planin urbanistik do t'a vendos Këshilli Bashkiak dhe Këshilli i Rregullimit të Territorit të Republikës dhe sipas parashikimeve, Tirana do të ketë një plan urbanistik në muajin shtator të këtij viti.